Atëherë, këto mobiljet janë të fëmijërisë, kur janë lindur fëmijët. Moshën 2 vjeç. Dhe Asilja ishte e vogël, 1 mosh, 2, se mbaj mend. Po të kisha mundësi lekësh do i ndroja, se është shumë e kërkuar. Do doja mobilje të janë me rafte deri këtu, do më thënë nga këtu poshtë janë rafte, por rafte jo kështu. Tjetë dollap me mbështetje drase që t'jenë rafte. Pra deri këtu, nga poshtë deri këtu, tjetë flet dollapi komplet i gjatë, por me rafte. Kur t'hapet fleta t'ketë rafte deri poshtë, po deri në këtë lartësi. Pastaj dollapi t'ketë një shkop me hark që të marrë rrobat, xhaketat dhe të vendoset anash dhe t'jetë deri lart, do të thënë të zgjatet dhe gjysmë metri apo 3/4 metri. Dollapi t'jetë i lartë shumë, por deri këtu t'jetë me fletë dhe këtë gjërësi, jo më të madhe që dhoma t'jetë e lirë, se është dhomë i vogël. Do blija, do më thënë 2 dollape të gjatë me fleta deri këtu, po nga brenda, flet dollapi, jo sirtare, se prishe. Do ta hiqja këtë mobiljen, do vija ansor, këtu është kjo, pikërisht këtu do ta vija, një bibliotekë në lartësinë pak më poshtë, por formë këndi, ose do gjej një kënd tjetër, pak më të lartë, që t'ishte vetëm libra. Por këto nuk do ta hidhja poshtë, do ta lija në korridor ose do bëja diçka tjetër. Dhe sa tjera do t'i hidhja të gjitha këto. Por nuk do mbaja më këto. Vetëm 2 dollape, një bibliotekë formë këndi, po të gjatë, ndoshta atje. Jo, as atje, se do ishte formë lëje. Po mund ta bëja edhe formë lëje. Ose ta vija këtu. Po do ta vija diku. Dhe do hiqja këto gjërat. Do vija vetëm një tazher shumë të vogël për televizorin, ose do ta vija televizorin lart me një kënd. Pikërisht këtu, një kënd lart që të krijoj hapësirë. Dhe s'do kishte kështu fëmirore, do ishin për moshën që janë. Vetëm ngjyrën nuk do ndryshoja të murit, më pëlqen shumë për femrat. Kjo ngjyrë.